Intervenimi ushtarak amerikan në Iran mori vëmendjen e akterëve kryesor në planet ditën e diel. Kthimi i fokusit të superfuqisë botërore ka lindje e mesme, zor se do lë vend që ata të merren edhe me tensionet në Ballkan. Vetë fakti që kemi disa lufta të reja qoftë në Ukrainë, qoftë pjesa tjetër në Izrael, kjo nënkupton vetvetiju që vetëm është tërhequr vëmendja, gjithë politika botërore është e fokusuar atje dhe natyrisht që Ballkani Perëndimor si duket ka mbetur ka fundi i agjendës, mos me thonë me keq nuk është fare në agjendën e diplomacisë ndërkombëtare. Involvimi i SBA-s në luftën e Izraelit me Republikën Islamike do të ketë ndikim në Kosovë edhe në aspektin ekonomik. Një njësi kësaj fushë pohon se rreziku për ngritjen e çmimeve tashmë është rritur ndjeshëm. Probleme do të ketë edhe në disa fusha të tjera jetike. Involvimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aksionet ndaj bazave bërthamore në Iran i jep një dimension të ri të këtij realiteti të krijuar në botë. Do të ketë definitivisht dëme dhe implikime ekonomike. Tani në aspektin ekonomik me siguri do të ketë ngritje të çmimeve të produkteve strategjike. Krizë pritet të ketë sidomos tek furnizimi me naftë. Në Kosovë për fat të keq jemi në mangësi sa i përket rezerva shtetërore, qoftë me derivate të naftës, qoftë me produkte të tjera strategjike. Kështu pohojnë edhe nga shoqata e naftarëve. Me rastin e sulmit ndaj Iranit nga SBA-ja ka gjasa që çmimet e derivateve të rriten në mënyrë ekstreme. Çdo eskalim i kësaj situate do të ndikojë shumë në rritje, ndërsa ndonjë marrëveshje ndërmjetësuese SBA-n do ta qetësojë tregun e naftës. Megjithatë, Beriani bëri thirrje që qytetarët mos të panikojnë me që edhe në rajon Kosova dallohet sa i përket çmimeve më të arsyeshme. 1 litër dizel shkon në 1.32 euro kurse benzina në 1.31.